A e kem se vabë ma shumë na se gatujmë, shime, i bojmë iftaret për krejt e burrat veç agjerojnë? Sigurisht që po. Sigurisht që po. Gratë e kanë shpërblimin e shumë fish, sidomos ato që punojnë edhe punë jashtë shtëpisë, plus kur kthehen në shtëpi, prap duhet me punue. Unë i këshilloj këta çunat e ri që janë të sapo martuar, të ushtrohen pak edhe të marrin pak nga përvoja e grave, unë s'po them ata me nejnë në kuzhinë. Se në kuzhinë as gruaja nuk e ka në stop venin, as burri. Mirë, po çka ka të keq që djali i ri me ndihmu gruas shembull me përgatit, as më tepër kur ajo gruaja për përgatit ushqimin për prindë për fëmijët e tij. Kështu që duhet me qenë bashkëudhëtar edhe në kuzhinë, deri dikon aq sa kemi mundësi. E tash valla disa burra veç punën e shtetit, punën jashtë, edhe kamën me kam. E gratë edhe jashtë, edhe brenda, edhe fëmija, e kanë shpërblimin e njëjtë, se kanë njëjtë. I grava është i shumë fisht. Veç që duhet me bë dorim, me llogarit shpërblimin tek Zoti. E do burrat mëshëm tanaj përveç shpërblimit që e kanë nga Zoti, në fund ja shpërblen, po me marrë një zarf, me shtimi 500 aty dhe në fund Ramazan, po dhe po,